Për shkak të rreshjeve të 2 ditëve të fundit, nënkalimin në lagjen Dardania në Tetov mbetet I mbyllur për kalimtar. Ndërmarrja publike komunale Shari, por edhe njësiti territorial kundër zjarrit me 2 gypa sot të tentojnë që të shprazin këtë ujë në nënkalimin në qytetin e Tetovës. Megjithatë, kjo është tepër e vështirë sepse derisa 2 gypa zbrazin ujin, shumë të tjerë të cilët janë të objekteve të banimit, që në të zezë kanë nxjerr gypat e ujrave të zeza, po ndoshta edhe ujrave të çezmave apo të shiut, po zbrazen pikërisht në këtë vend. Në këtë drejtim I bëjmë apel inspektoriatit komunal që të vite inspekton këto lidhje të cilët janë bërë në të zezë dhe të shifet situata ashtu siç është. Ne jemi 24 orë këtu në teren, e ndjekim edhe lumin, shtratin e lumit të qytetit edhe këtë pikë këtu. Shefi I njësitit të zjarfikësve të Tetovës Avni Ahmeti apelon inspektoratin komunal që të dalë në teren dhe të hetoj rastin e gypave që përfundojnë në rrugë. Gjithkohës ekipi në Sharit ka qenë në teren duke I liruar pikat kyçe, po pika më problem për qytetin është këtu ku gjendemi tani në nënkalimi këtu te 1-1 dhe apelojmë të gjithë qytetarët që këtu rrugë ta frekuentojnë sa më pak pasi shuji vazhdueshëm na bën shumë probleme dhe nuk mund që ta largojmë të gjithë ujin për një herë. Nga komuna e Tetovës premtojnë zgjedhje të shpejtë të problemit, por pa precizuar se kur do të nisin punimet. Punimet për rregullimin e nënkalimit Dardania, ku gjatë rreshjeve grumbullohet një sasi e konsiderueshme e ujit, do të fillojnë së shpejti. Operatori ekonomik tashmë është përzgjedhur dhe sapo të përmirësohen kushtet atmosferike, do të fillojnë puna në teren. Projekti ka vlerën e 20 milion denareve dhe përfshin ndërtimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik nga ura në afërsi të Hekurudhës deri te lidhja me tubacionin ekzistues në hyrje të rrugës së vjetër për në Zhelin. Shkaku I të rreshurave, jashtë funksionit është edhe stacioni për filtrimin e ujit për pije në Tetov. Drejtori I NPK Shari thotë se uji ka sepse janë të lëshuar të gjithë pusetat ndihmëse të qytetit.